Faleminderit zoti Dervishi, faleminderit ambasador Taran për gjithë mbështetjen që zyra juaj I jep Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për thuajse të gjitha çështjet në të cilat ky institucion angazhohet në kuadër të organizimit dhe përgatitjes zgjedhjeve në përgjithësi, po dhe të mirë funksionimit të këtij institucioni. Padyshim që të diskutosh mbi rolin e medias në përgjithësi në shoqëri, por veçanërisht për sa I përket aspektit procesit zgjedhor, ka të rëndësi që ka, kjo mos pari lidhet me faktin që media përfaqëson vërtet një pushtet, dhe në këtë rast jemi duke diskutuar për atë çfarë ky pushtet bën në raport edhe me procesin zgjedhor. Duke qenë kaq e rëndësishme në fakt si çështje për diskutuar, më vjen në mendje që në këtë diskutim ndoshta do të ishin kontributorë shumë të mirë edhe ata gazetarë të cilët edhe sot në këtë ditë dhe në këtë rast qëndrojnë aty pas kamerave për të pasqyruar këtë aktivitet, kur ndërkohë të themi Iliriani, Agolli, Ivoas dhe të tjerë që shikoj aty, Elda, Fiorella, Arditi, mund të ishin shumë mirë në këtë panel për të diskutuar, pasi ata ndoshta më shumë se kushdo tjetër mund të flasi për çfarë media bën në lidhje me fushatën zgjedhore. Natyrisht që zgjedhjet si një proces politik, por edhe ligjor, kanë atë vëmendje të medias, sikurse dhe proceset të tjera politike, ekonomike, sociale apo dhe ligjore zhvillohen në vendin tonë. Ndoshta në dallim nga këto të tjera të fundit, në rastin e zgjedhjeve, media ka një rol të dyfisht. Nga njëra anë është në rolin e saj klasik, atë të informimit, të mbikëqyrjes zhvillimit të procesit, por nga ana tjetër ka si rol të saj, po kaq edhe kryesor, edhe informimin dhe edukimin e votuesve dhe nxitjen e tyre për të qenë pjesëmarrës në procesin zgjedhor apo në përgjithësi në proceset politike. Dhe me këtë rast ka rëndësi të thuhet që media do duhet në përmbushje të këtij qëllimi ose këtij funksionaliteti të dyfisht të karakterizohet nga dy tipare themelore. E para nga profesionalizmi dhe dyta nga pavarësia dhe nga panësia. Janë themelore në përgjithësi për rolin e medias dhe për veprimin e medias, të dyja këto karakteristika, pra qoftë profesionalizmi, po qoftë edhe panësia dhe pavarësia, por bëhen më të rëndësishme kur vjen puna tek procesi zgjedhor. Ka një sër mekanizmash të cilët e sigurojnë ose do duhet ta sigurojnë pasjen e këtyre dy karakteristikave për median. Por më së pari, nëse ky nuk është një proces I vetë rregulluar, pra nëse media vetë nuk e ka këtë qasje, flas në përgjithësi për media, jo për media të caktuara, atëherë mendoj që është me rëndësi që të ketë një aspekt rregullator. Po kur flasim tek nevoja për ta rregulluar, gjithmonë qëndron frika dhe dilema nëse mos shkojmë në një super ose tej rregullim të sjelljes së medias apo të veprimtarisë së medias. Ndaj ngelet gjithmonë e diskutueshme balanca që do të duhet të vendosin ndërmjet nevojës për të rregulluar veprimtarinë e medias deri në mas të caktuar dhe nevojës për ta lënë median të lirë në ushtrimin e funksioneve përgjithësive të saj. Gjithsesi mbetet e rëndësishme që në çdo rast media të jetë e tillë që të mos për çfarëdo lloj arsye, objektive ose subjektive,
mos jetë në pozitën që do duhet të thot, ndryshe nga ajo çfarë ajo shikon dhe verifikon, dhe të mos promovoj atë çfarë nuk do duhet ta promovoj. Dhe të dyja këto lidhen, sikurse thash, me pasjen e një media profesionale dhe të paanshme dhe të pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet ta them ndoshta edhe në mungesë të modestisë, që ka një raport të shkëlqyer me media në përgjithësi, dhe kjo jo për arsye pragmatiste për të dalë mirë, por kemi kuptuar që është shumë e rëndësishme që çfarë ne bëjmë të pasqyrohet plotësisht për sytë dhe veshët e opinionit publik. Ne duam që të shfaqemi ashtu sikurse jemi, me kontributet që japim, me të mirat dhe me të këqijat tona, dhe kjo është e vetmja kërkesë që nëse mund të përkufizohet si e tillë ndaj medias. Pastaj i ngelet gjithë atyre që të cilët përcillet ky informacion për të kuptuar se çfarë bën dhe çfarë nuk bën institucioni përgjegjës për zgjedhjet. Do duhet ta pranoj që ky raport i shkëlqyer në fakt na ka ndihmuar ne më shumë, nuk e di se sa e ka ndihmuar media, por do duhet ta pranoj këtë dhe të jemi sinqert që më duket se ne kemi fituar më shumë, sepse kemi arritur të përcjellim për votuesit shqiptar të gjitha ato mesazhe që kemi patur nevojën për t'i përcjell, dhe njëkohësisht të prezantojmë gjithë përpjekjet e punën tonë për sa ne kemi mundësi dhe na lejohet për të kontribuar për zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme. Ndaj, për ta përfunduar, gjej rastin ta falenderoj edhe një herë gjithë ekipin e atyre gazetarëve dhe operatorëve, po edhe të tjerë të cilët punojnë me median online apo me rrjetet sociale, për qasjen që kanë ndaj institucionit të KQZ-s, duke rikonfirmuar edhe një herë që KQZ do të vazhdojë të jetë një institucion super transparent dhe i hapur për median. Faleminderit.